Gjykata kushtetuese e ka rikthyer drejtësinë në shinat e saj pas rikthimit në detyrë të kryetarit të bashkisë, Erion Veliaj. Më shumë se sa një fitore e tij, vendimi është një sinjal se drejtësia nuk mund të përdoret për luftë klanesh, interesa politike dhe aq më keq për mbledhje personale prokurorësh. Vendimi i gjykatës kushtetuese që shpall të paligjshëm shkarkimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka shpallur në një farë mënyre të paligjshëm edhe arrestimin e tij paraprak, i cili, i kombinuar me prapaskenat politike, i ngjan vërtet një rrëmbimi nga vendi i punës dhe jo një veprimi në interes të drejtësisë. Gjyqi i mbaj Erion Veliajt për të gjykuar akuzën e ngritur nga SPAK duhet të vazhdojë, ndërsa ai duhet të vazhdojë punën si kryetar bashkie. Në kushtet e krijuara, Tirana nuk mund të rrijë 2 vjet të tjera pa kryetar për tekat e 2 prokurorëve që nuk janë të motivuar aq shumë nga drejtësia sesa nga interesa jashtë saj, duke rikthyer në këtë rast edhe drejtësinë në normalitet. Tani më shumë nga arsyet e shpikura pse ai u rrëmbye nga zyra 9 muaj më parë, ende pa u ngritur kauza, kanë rënë tërësisht. Gjykata ka mbledhur fakte që provojnë se ai nuk kishte në krah në këtë betejë as Partinë Socialiste, as qeverin dhe as në një institucion tjetër që mund të prishte prova për të apo të friksonte dëshmitarët. Kjo periudhë para burgimit tërësisht e paligjshme provoi të kundërtën, që të gjithë, së bashku, prokuror, gjyqtar, politikan dhe shtetar, ishin dakord që ai të hiqej nga zyra dhe të zvendësohej. Tani që gjykata kushtetuese foli dhe që të gjithë kemi prova se ai ishte i vetëm e me pranga në duar përballë të gjithëve, ai duhet të rikthehet në zyrë dhe të vazhdojë betejën e tij me drejtësinë. Askush nuk ka të drejtë i bëj presion drejtësisë për gjykimin në themel të Erion Veliajt. Akuzat ndaj tij duhet të provohen në gjykatë dhe, nëse dënohet, ai duhet shkojë të vuajë dënimin. Por ata që kanë shantazhuar dëshmitarët, që i kanë kërcënuar me hedhje çelshash në det, apo që janë sjellë si aranit çela në zyrat e SPAK, duhet një ditë të përpallen në ligjin. Gjykata kushtetuese ka zhvilluar një proces shembullor, transparent, me një betejë të pazakontë ligjore dhe debat të hapur, duke rikthyer besimin tek drejtësia dhe duke nderuar misionin e saj themelor kushtetues, që janë liritë dhe të drejtat themelore të qytetarëve. Tani Erion Veliaj e ka betejën me drejtësinë, por kryetari i Bashkisë së Tiranës duhet ta vazhdojë këtë betejë nga zyra e tij të punës, aty ku e kanë zgjedhur qytetarët. Çdo këmbgulje për ta mbajtur me inat në qeli tregon se i gjithë procesi ka qenë një komplot kundër tij dhe një turp për drejtësinë e re shqiptare. Sot është një ditë e mirë për drejtësinë në Shqipëri dhe një dritë në fund të tunelit që qytetarët nuk janë në dorë të inateve të prokurorëve apo kalkulimeve politike, por në dorë të ligjit.